Në Vlorë ka nisur zbatimi një prej projekteve infrastrukturore të rëndësishëm për qytetin, investimi për infrastrukturën e tregjeve, hapësirave tregtare multifunksionale, rrugë tregtare në zonat model zhvillimi. Faza e tretë e këtij projekti është stacionuar në rajonet 3 dhe 4, ndërsa ky projekt parashikon dhe rikualifikimin urban në zonën e tregut të hapur të qytetit. Por për shkak të kohës që duhet ende për zhvendosjen e tregtarëve nga tregu në qendër të qytetit, puna për realizimin e tij ka nisur me rikonstruksionin e godinës së ish gjyqit të vjetër. Ka nisur në Vlorë projekti për zbatimin e rikualifikimit urban të zonës në hyrje të qytetit, pikërisht aty se ku ndodhet edhe tregu i frutave perimeve, që njihet ndryshe edhe si tregu teksati. Ky projekt, i cili përfshin rikualifikim dhe rehabilitim të kësaj zone, por edhe ndërtimin e një tregu, ka filluar me fazën e tij të parë në rehabilitimin e godinës së ish gjyqit të vjetër në qytetin bregdetar. Projekti parashikon ndërtimin e tregut të ri që i ka munguar Vlorës prej vitesh, një treg me kushte bashkëkohore që i përgjigjet nevojave të qytetit. Gjithashtu krahas tij është parashikuar dhe rehabilitimi tërësor i zonës në qendër të qytetit, që nuk është prekur nga projekti i Vlorës së vjetër historike. Puna për realizimin e këtij projekti ka nisur me rehabilitimin e një monumenti kulture që mbrojt nga shteti, të shtëpisë ku kryente funksionet gjykata fashiste dhe ku në vitin 1942 njësitë guerrile të qytetit, pas një aksioni të guximshëm, u rrëmbyen fashistëve një sasi të konsiderueshme armësh dhe municionesh. Ky është një projekt i qeverisë shqiptare, financuar nga Fondi i Zhvillimit me vlerë 115 milion lekë, ku puna pritet të përfundojë në shkurt të vitit 2027.